Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Edi Rama hodhi dyshime për grupime që veprojnë brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe që kanë qenë gjithmonë të interesuara për të mos lejuar ndërtimin e portit të ri të Durrësit. Kjo pikë hyrëse në detin e Adriatik do të ishte porta e re korridorit të tetë e ndërlidhur me dy portet e tjera të thata në Prishtinë dhe në Shkup me ndryshimet e fundit të propozuara nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Kryeqeverisë shqiptare paralajmëroi se procedurat e bllokuara për ndërtimin e këtij porti do të marrin rrugë zgjidhje. Ai sqaroi edhe një herë pozitën e firmës e cila ka marrë përsipër zhvillimin e këtij projekti me ndikim rajonal dhe gjeostrategjik për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës hedh poshtë pretendimet e Serbisë se është e detyruar të armatosët për të mbrojtur nga vendet fqinje. Reagimet e ministrit të Mbrojtjes Eyup Maqedonsi vini një kohë kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia ka bler raketa balistike supersonike nga Kina për shkak të rrezikut për sulm nga ndonjë koalicion i mundshëm mes Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Ministri Maqedonsi beson se blerjet e Serbisë nga Kina janë vazhdimsi e politikës së Vučićit. Republika e Serbisë, blerjet ushtarake, ka realizuar kryesisht nga Federata Ruse dhe Kina. Sipas të dhënave të Institutit Ndërkombëtar për kërkimet të paqes në Stockholm, në periudhën 2020-2024, 57% të armëve të importuara nga Serbia vijnë nga Kina dhe 20% nga Serbia dhe 7.4% nga Franca. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama pranoi se Shqipëria ka patur këndvështrime të ndryshme me partnerët ndërkombëtar për mënyrën se si është menaxhuar çështja e mandatit të deputetes dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në një konferencë për media, shefi i qeverisë sqaroi edhe një herë shkaqet për këtë vendimarrje. Sipas tij, në këtë rast nuk kemi të bëjmë me akuzat për korrupsion, por me kushtet e shkeljes së barazisë në tendera. Megjithatë, sipas kryeministrit, kjo vendimarrje nuk e pengon në asnjë formë integrimin e Shqipërisë dhe as marrëdhëniet e qeverisë shqiptare me institucionet e Bashkimit Evropian. Unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë, është shumë e thjeshtë. Diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka vendosur pushimin e akuzave ndaj 6 zyrtarëve të pandehur. Shkaku bën parashkrimi veprave penale për të cilat ata akuzohen. SPAK e akuzoi fillimisht për shkelje në tenderat me një vlerë 2.2 miliard euro nga autoriteti rrugor shqiptar. Bëhet fjalë për shtetasit Arber Troka, Miranda Shkurti, Nikolaj Mihajli, Almir Hoxhaj, Erion Zemanaj dhe Admir Ramiz Pahumi. Sipas njoftimit zyrtar, gjykimi i kësaj çështje u zhvillua në rregullat e gjykimit të shkurtuar. Në përfundim të gjykimit, gjykata e posaçme me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Erion Bani, Flojera Davidi dhe Elsa Ulliri vendosi pushimin e akuzës në ngarkim të këtyre të pandehurve. Me mirë ankesa vit pas viti adresohen nga konsumatorët në Kosovë sa i përket produkteve jo të sigurta ushqimore të cilat shiten në treg. Inspektoriati i tregut po mbikëqyr biznese teksa nga Ministria e Industrisë ka ndërmarrë veprime për forcimin e mekanizmave për mbrojtje të drejtave të konsumatorëve. Rritja e numrit në 3200 ankesa në nivel vjetor mund vetëm të mirret si një ngritje edhe e vetdijes së qytetarëve për të drejtën e tyre, ta kërkojnë atë drejtë, për çka i inkurajojmë në mas dhe do sigurohemi që të lehtësojmë dhe të shohin drejt për drejt edhe reagimin tonë në raport me ngritjen e ankesave nga ana e tyre. Në përmbyllje, dua të ritheksoj se si Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit do të vazhdojmë përpjekjet drejt forcimit të mekanizmave për mbrojtjen e konsumatorit në vendin tonë. Deklaroi Ministri i Industrisë Mimoza Kusari Lila. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.